nuk është hera e parë që në Republikën e Kosovës mundet me ndodhë që ne e kemi në thojza një anarkizëm politik. Sa i përket prishjes ose jo të zonjës Osmani dhe zotit Kurti, unë e shoh pak më ndryshe, e shoh që kjo është një lojë e radhës politike e cila vjen nga të dy taborët, edhe zotit Kurti edhe zonjës Osmani, sepse që të dy nuk kanë asnjëri interes më prish për tjetrit. Po thu që s'jom prish? Absolut. E kam për lojë, po thu? Komplet është lojë. Si Big Brother. Komplet është lojë me zotit Kurti dhe zonjës Osmani, edhe unë moj përgjegjësi publike për këtë që po e them, sepse qëllimi i zotit Kurti është ta dëmtoj sa më shumë opozitën. Në zgjedhjet e ardhshme, kur do që të mbahen, qëllimi ndoshta i të dyve bashkarisht është të ngriten mbi 60 deputet, dhe në momentin e parë që do të kenë mbi 60 deputet, zgjedhja e presidentit do të jetë halem më e lehtë. Që shkundet me qenë lojë visar, ku e kishim një intervistë presidentës, ku ajo përmendi disa pak në cilet themi kështu, përmendi punën e votave, përmendi po ashtu që Kurti nuk ka dashur një president që mirët me politikë jashtme. Shprehje zhgënjim. Ajo do të mu dok reale, Erza. Ajo do të me ndodhë diçka ku mu dok reale. Nëse kjo është vetëm për loje, bashkohet prapë me ta. Qëto është esenca, ajo do të mu dok reale, se nëse zonja Osmani nuk del edhe mu deklarun këtë formë, atëherë populli nuk beson në prishjen e raportit të tyre. E pse nuk e kandidoj? Shko, zonja Osmani ka thonë edhe diçka ma keq për zotin Kurti në 2019. E ka qytë Hugo Chavez. Kështu që nuk është ma keq të qush dikon Hugo Chavez, se sa të thush, unë ja kom siguru datën 28 dhjetor. E ke siguru sepse është interesi për bashkë. Edhe zoti Kurti, për të arrit të kuptoj këtë pjesë në ditën e fundit, ja ka ofru 30 në nënshkrimet. Po ashtu ja ka ofru edhe 66 vota. Të më thonë, këtu fillon loja e këtyre dyve. 66 vota nuk ja ka ofru. E kanë kundërshtuar kabineti i presidentit. I ka thënë teknikisht t'i japi në nënshkrimet. 66 vota në deklarat pas takimit me Lumir Abdigjik, më ka thonë, unë i kam 66 vota. Ato votat e cilat ja kanë siguru konstituimin e kuvendit dhe qeverin, ato i ka pos edhe për zonin Osmani. Këtu fillon loja, sepse qëllimi tyre është të delë opozita sa ma keq në këtë statë, dhe opozita është duke rënë në Gracken dhe lojën e Albin Kurti dhe zonës Osmani. Kjo është mendim jam dhe analiza jam, pa tjetër nuk do na unë me mendu si kërë tjerë. E kretë kjo përbojnë që më arrit në 60 deputet. Mbi 60 deputet që ta kenë më të lehtë pastaj edhe formimin e qeverisë po edhe konsimin e kuvendit të ri. Po përmet Vjosa Osmani, qëtë se s'po. Po Vjosa Osmani nuk ka këthim në LTK. Ta kuptojnë këtë pjesë. Po, diçka duhet më përfitu në këtë lojë. Pa tjetër e ka pjesën e saj në presidencë, apet. Shumë e thjeshtë. Apet e ki presidente. Nominem kokë më